të paktën 3 dosje ose fragmente dosjeve të rëndësishme të SPAK kanë mbritur në celularet ose në aplikacionet e celularëve të 2 gazetarëve deri tani të konfirmuar, mund të kenë shkuar dhe më shumë. Bëhet fjalë për dokumenta origjinale. Pra bëhet fjalë për dokumenta origjinale që ngjallin një pikpyetje nga dolën dhe si dolën. Pra situata duket alarmante, imagjino sekretet të këtij niveli si SPAK dalin rrugë llogarit çfarë mund të ndodhi me gjërat e tjera. Klodia, mund të më thuash çfarë ka ndodhur dhe mbi të gjitha kam dy pyetje kryesore. Këta persona, në emër të kujtit, 2 punonjës shteti, administrate, të burgjeve ato IKMT-s, çfarë tha, që befas shpërndajnë dokumente sekrete SPAK dhe dyta, në momentin që SPAK ka hyrë në ambientet e tyre ose ka arrestuar këta persona, kanë qenë vetëm këto 3 dosje apo ka gjetur dhe dosje tjera? Sepse një dosje është për një politikan shumë të rëndësishëm, ish ministër, kandidat për deputet dhe njeri i rëndësishëm politik, dhe deputet dhe kandidat për zgjedhjet e ardhshme, tjetra është për një nga biznesmenët më të rëndësishëm në vend dhe treta po ashtu është bashkëpunëtorja e një biznesmeni të rëndësishëm në vend. Çfarë po ndodh? Dgjoj Fevzi, unë kam rënë në dijeni të këtij informacioni në momentin që 2 persona të arrestuar, ish drejtori i paraburgimit të Vlorës Zambak Gjoni dhe një punonjës i KMT-s së Vlorës Arnold Roka janë paraqitur në 2 seanca të ndara për caktim mase sigurie në gjykatën e posaçme. Në pamje të parë, asnjëri nga këto 2 emra nuk thoshte asgjë dhe fillimisht janë lidhur me detyrat përkatëse që ato kishin kryer gjatë kohës. Në momentin që unë kam parë veprën penale për cilën ata dyshoheshin, që ishte ndërhyrje pa autorizuar në rrjetet kompjuterike dhe grupi strukturuar kriminal, aty kam kuptuar dhe kam bërë një kërkesë zyrtare në prokurorisë posaçme për të kuptuar diçka më shumë. Më pas, përmes një burimi policor, kam arritur të kuptoj që çfarë kishte ndodhur. Elvi tha pjesën e tij të historisë. Deri tani ka informacion që të dhënat kanë shkuar në celularët e 2 gazetarëve, njëri prej tyre pranoi zoti Fundo dhe një tjetër i cili po ashtu, nëse ai e ndjen nevojshme dhe ta sqarojë, është historia e tij. Dhe kanë shkuar dhe në celularin e një gazetari tjetër, i cili po ashtu është thirrur në SPAK dhe është kërkuar dhe është bërë me dije një urdhër ndalimi për publikimin e këtyre të dhënave. Ja, do ta shpjegoj. Tani çfarë ka ndodhur? Ka rezultuar që një mbrëmje në orët e vona të natës, IT-ja i prokurorisë posaçme ka kuptuar që në njërin nga kompjuteret në kompjuterin e prokurores Enkeleda Millonaj, e cila kohët e fundit për arsye shëndetësore ka patur momente që nuk është paraqitur në punë, një person pra kishte tentativa për të ndërhyrë në këtë kompjuter. Ka bërë login në kompjuterin e saj? Po, kishte bërë ndërhyrje. Pra në këtë moment është dhënë sinjali. Atëherë që ka hakerim kompjuterik. Ka dyshime të forta për hakerim, ndaj po ju ja sqaroj. Në këtë momente është ndërhyrë dhe menjëherë të gjithë drejtuesi i prokurorisë posaçme bashkë me prokurorin e çështjes Bledar Maksuti, me punonjësit e IT-s dhe me njerëzit të cilët administrojnë të gjithë sistemin e SPAK kanë shkuar në prokurori për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Dhe në atë moment është parë që është ndërhyrë në 3 kompjuter, në kompjuterin e prokurores Millonaj, e cila ka çështje shumë të rëndësishme në duar, ka dosjen Berisha, dosjen Ahmetaj e tjera me radhë, është ndërhyrë në kompjuterin e prokurores Elida Kaçkini, që po ashtu ka politikan të lartë në hetim dhe të prokurorit Behar Dibra. Në momentin është tentuar të hakerohet kompjuteri i drejtuesit të prokurorisë posaçme, zoti Dumani, dhe gjatë... Një sekond, dosjet, Fundo tha që janë të 3 dosjet Dumanit, as të Millonajt, as të emrave tjerë. Ashtu thot Fundo. Jo, tash mos i përmend emrat, se edhe unë i di emrat. Dakor, edhe unë i di emrat, po sa ju, por nuk më rezulton kështu. Atëherë, mos e ngatron me drejtuesin kur dërgon shkresat përcjellëse. Por kompjuteri i drejtuesit është në akt ekspertimi, nuk është hakeruar dot, nuk është arritur të merret. Një moment është vendosur që të fiket. Ja pra, po ju them, një moment është vendosur që të fiket i gjithë sistemi dhe të mos arrijeshin të merreshin dosje të tjera. Që të mos futej dot, mos penetron dhe dikush sistem. Në kompjuterat e prokurorëve të tjerë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ata prokurorët kanë shkuar dhe përmes gjurmimit të celularëve kanë arritur të shkojnë në Kamës, të arrestojnë Zambak Gjonin. Në Kamës? Në Kamës, sepse aty banon. Se nga Kamza i hakeronin? Jo, nuk hakeroshin nga Kamza. Është momenti kur ka bërë më pas shpërndarjen, sepse shpërndarja ka dalë nga celulari i tij. E kanë arrestuar në Kamës dhe më pas kanë arrestuar edhe Arnold Rokajn dhe janë bërë seanca të dyja të ndara. Çfarë ka rezultuar? Ka rezultuar atëherë, përmes gjurmimit të celularëve, sepse ata kanë arritur... Po, kanë ditur që i kishin këta? Ja, po ja shpjegoj pra. Ata kanë arritur të, domethënë, në momentin që është bërë hakerimi, kanë arritur të kuptojnë që hakerimi vinte nga një qendër ose një zyrë, nëse mund ta them kështu, që ishte në një nga kullat kryesore të Tiranës. Zyrë? Po, zyrë. Po, zyrë vjedhje ishte çfarë? Zyrë hakerimi. Dhe që sipas meje ka dyshime të forta që mund të ketë patur bashkëpunëtor edhe nga brenda. Sigurisht to janë dyshime, ka dyshime që mund të ketë pasur sepse ka 2 lloje hakerimesh, domethënë ka 3.
vjedhja fizike e dosjes, që është hakerim, në fakt është kopim. Që është hakerim, hakerimi nga brenda, që do të dikush e merr me USB ose jo, ose mund të jap akses atyre që janë jashtë, ose hakerimi nga jashtë që s'ke asnjë bashkëpunëtor të brendshëm, po e gjen pikën e dobët sistemit dhe futesh brenda. Këta dyshojnë që është kjo e treta? Dyshojnë që është e treta. Dhe sistemi është fikur, kanë arritur përmes gjurmimit të celularëve, pra në momentin që është bërë shpërndarja, sepse këto kanë ndodhur të gjitha në 24 orë, të arrijnë të sigurojnë, pra të arrestojnë 2 personat në 2 aksione policore dhe policia nuk ka patur fare informacion për çfarë do të arrestoheshin, thjesht u është dhënë urdhë dhe janë ndaluar në flagrancë, u janë kapur celularët dhe janë gjetur shumë pajisje, të cilat janë pajisje që përdoren për gjurmim, por edhe për hakerim. Pajisje të cilat janë duke u ekspertuar. Në momentin që ne flasim, zoti Fundo ka marrë një urdhër për ndalimin e publikimit të materialeve, besoj edhe kolegu tjetër ka marrë një gjë të tillë. 2 janë sfidat kryesore të prokurorisë posaçme. 2 janë sfidat kryesore. Së pari kanë dalë dosje te një politikan i të rëndësishëm, një biznesmen i të rëndësishëm dhe një gruaje e cila punon në administratë që është të kthyer telefoni për llogaritë një dosje hetimore. Sigurisht mund të dalë edhe dosje tjera. Problemi i madh dhe i parë tani kur kanë shkuar atje, kanë gjetur edhe dosje tjera? Atëherë tek zyra që është kontrolluar ka të dhëna, edhe pse SPAK nuk ka pranuar të bëjë publike, pra domethënë ka qenë te diskret, ka dyshime të forta që janë gjetur edhe dosje të tjera. Po ta kemi saktë se ata që na shohin është duke qesh në një që na shef tani që i ka hakeruar ato. Ta kemi saktë, po këtë që them mbaj përgjegjësi unë dhe unë e kam thënë jo, ta kemi se ka dhe dosje të tjera. Atëherë 2 janë problematikat e SPAK-ut. Së pari SPAK ka bërë një inventar të gjitha dosjet të cilat ka në inventarin e vet. Sigurisht ka patur mbledhje urgjente me gjithë prokurorët për të bërë analizën. E para, e dyta është parë sepse ka një dyshim tjetër, që përveç se këto dosje dyshohet që do të përdoreshin për shantazh në prag të fushatës, por edhe për të goditur reputacionin e njerëzve të caktuar, prokurorët janë duke parë nëse ka patur ndërhyrje me këto dosje. Sa ato janë PDF dhe mund të ndërhyjnë tjetësisht, mund të shtojnë emra, mund të ngrejnë insinuata. Mund të ndodhë kjo Kallegjiu? Janë PDF. Tani hakerimi ata të editoj. Unë nuk e besoj që serveri është një kopje, unë nuk e para do të ketë backup-e të dokumentave. Po, ka të paktën 3 backup-e. Do të ketë backup-e që bëhen ditore, javore, mujore, të më radhë. Jo, po bëj një saktësim, pra ata që i kishin në duar do të bënin ndërhyrje për të shantazhuar njerëz caktuar, jo SPAK-u vet, sepse SPAK-u e ka sistemin. Nuk mund të editohet, pra, po e pyes për hakerusin. A mund të ndërhyjë brenda dosjes? Thotë është e pamundur sepse jo në sistem, në momentin që e merr dosjen dhe ka PDF në dorë. Po pra, në momentin që e ka. Po ku do ta ngarkoj atë PDF? Kjo është domethënë, ato kanë dyshime dhe prandaj janë duke parë. Po sepse kështu kanë dalë, dosjet kanë dalë PDF. Dakor, po PDF ku ta çosh, vetëm nëse atë mund ta sajosh dhe vesh për dalë fake news. Atë ulesh dhe shkruaj si do, pastaj po do ta bëj. Tani këto janë dyshimet e SPAK-ut, se çfarë do të rezultojë hetimi është një hetim që është duke vijuar të mbajtur top sekret. Nuk ka shkollaj na vidhen sekretet ne. Mirë ato që kishin na i morën iranianët gjitha.